kryesia e Partisë Socialiste në mënyrë unanime e miratoi kandidaturën e Gramos Sakos si kryetari që i duhej Tepelenës në vitin 2025. Është nder e kënaqësi Gramos që të kemi mes tonë. Unë besoj që Tepelena është bashkia më e mirë për ta marrë këtë detyrë. Na duhet t'i japim të gjithë mbështetje në datën 9. Edhe me mbështetjen e të gjithave ne do të kemi një super bashki të suksesshme. Do ta kemi më të mirën e 61 bashkive. Nuk ka fuqi më të madhe se gruaja e Pelenase kur vendos të ngrihet për të mirën e shtëpisë, familjes dhe qytetit vet. Ju jeni shtylla e çdo shtëpie, jeni themeli i çdo suksesi. Pak ditë para zgjedhjeve të 9 nëntorit, e kemi të gjithë të qartë, ne nuk jemi në garë me askënd, ne jemi në garë me kohën. Për ta shuar Tepelenën më para, për t'i dhënë jetës sonë më shumë dinjitet, për të rritur të ardhurat e banorëve dhe për ta kthyer këtë bashkinë në model zhvillimi në jug të vendit. Tepelena ka çdo potencial për të bërë porta e turizmit malor dhe kulturor të jugut. Ka një pasuri të paçmuar që është Vjosa. Forca më e madhe që ka Tepelena janë gratë e saj. Është koha që bashkia të kthejë atë që meritoni, respektin, mbështetjen dhe mundësinë. Do punojmë që çdo grua në Tepelenë të ketë hapësirën e vet për të ecur përpara në mbështetje për agroturizmin, për artizanatin, për prodhimin vendas.